Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejtin ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Rikthehen temat, rikthehen personazhet në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, vetëm përpara pak ditësh ne kemi transmetuar një emision ekskluziv që 4 vite më parë në këtë studio ka qenë një çift me origjinë nga Lezhë. Atëherë ishin në proces divorci, vazhdojnë të jenë akoma në luftë në gjykatën e apelit për kujdestarinë e fëmijëve. Babai kërkon kujdestarinë e 3 fëmijëve të mitur, ndërkohë që nëna e ka fituar këtë me vendim të gjykatës së shkallës së parë dhe ndërkohë nëna asaj kohe erdhi dhe u përball me ish bashkëshortin, sepse procesi i divorcit ishte një proces shumë i vështirë që vazhdon të mbetet ende dhe sot. Një lajm i papritur doli nga policia e Lezhës, sepse komunikonte që një 40 vjeçar denonconte braktisjen e 3 fëmijëve të tij nga ana e nënës. Dhe menjëherë, sapo lajmi u dha në media, kishte të bënte pikërisht me çiftin që 4 vite më parë kishte qenë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Vetëm përpara pak ditësh ne kemi sjellur disa episode në kujtesën e të gjithëve se kush ishte çifti në fjalë, problematikën që kishte ky çift dhe pas transmetimit të emisionit të para disa ditëve, në fakt nëna e 3 fëmijëve reagoi për të thënë të vërtetën. A quhet braktisje, ku ishte nëna, sa herë është larguar ajo, a ka kërkuar bashkëpunim me babain e fëmijëve, ky i fundit a ka pranuar të jetë bashkëpunues me ish bashkëshorten për kujdestarinë e përkohshme kur ajo shkonte në mision sepse është një ushtarake, apo kur ajo shkonte si herën e fundit për vizitë tek familjarët e saj dhe ajo pretendon që ish bashkëshorti nuk ka bashkëpunuar dhe në të tilla kushte, përgjatë mungesës së saj, ajo ka dhënë një deklaratë notariale tek nëna e vet, tek gjyshja e fëmijëve dhe më pas është habitur kur ka mësuar për kallëzimin e ish bashkëshortit në policinë e Lezhës dhe në emisionin e parë, avokati e ftuar në atë emision ka deklaruar që ky është një detyrim ligjor, më pas i takon organeve kompetente për ta zbardhur në kishim të bënim me braktisjen apo jo. E rëndësishme është që fëmijët janë me nënën aktualisht. Ndërkohë që ne zhvillonim emisionin, nëna po vinte në Shqipëri dhe është pranë voglushve të saj. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi se kemi shumë të reja në lidhje me ngjarjen. Ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur vijon me një tjetër zhvillim të rëndësishëm, historia e ndërlikuar e ish çiftit që ka prekur jo vetëm protagonistët, por edhe opinionin publik. Pas transmetimit të rrëfimit dhe akuzave të ngritura nga babai i 3 fëmijëve, ka ardhur reagimi menjëhershëm i nënës për redaksinë e emisionit. Ajo hedh poshtë në mënyrë kategorike pretendimet për braktisje, duke deklaruar se ka qenë dhe vijon të jetë pranë fëmijëve të saj. Pavarësisht situatës së krijuar, në fjalën e saj nëna shpreh se ish bashkëshorti nuk ka përmbushur asnjëherë detyrimet si prind, duke theksuar se sipas saj ai nuk ka kontribuar financiarisht për rritjen e 3 të miturve, që prej ditës së ndarjes, ajo e cilëson atë si një baba që nuk ka marrë përgjegjësitë që i takojnë, ndërsa shton se akuzat e ngritura ndaj saj janë të padrejta dhe të pavërteta. Mes akuzave dhe kundër akuzave e vërteta duket se mbetet ende për t'u zbardhur, ndërsa në qendër të kësaj përplasje janë 3 fëmijë, e ardhmja e të cilëve varet nga drejtësia dhe nga zgjidhja e këtij konflikti. Ndiqni dëshminë e nënës. Rikthehemi në studio, ashtu siç e deklarova në minutat e para teksa prezantova temën e ditës, thash edhe një herë që paralelisht me emisionin, nëna e përpara disa ditëve, nëna po kthehej në Shqipëri, me sa duket mediatizimi dhe shpërndarja pikërisht e kallëzimit të ish bashkëshortit në policinë e Lezhës dhe kjo e fundit e nxjerr në faqen e saj zyrtare ku më pas i referohen të gjitha mediat dhe të gjitha portalet, bëri që nëna të rikthehej në Shqipëri
Shqipëri dhe e rëndësishme është që nëna është së bashku me fëmijët e saj, me mua në studio, ditën e sotme, Gjeni Londo, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Në krahun tënd, Belinda Mustafa, psikologja jonë, përshëndetje të dyjave, mirë se erdhët. Është një çështje delikate, ka 4 vite më parë që zhvillohen emisione maraton të këtij çifti në studion e emisionit Me zemër të hapur, sapo lajmi u shpërnda, jo vetëm nga policia e Lezhës, por edhe nga mediat, menjëherë, edhe pse ishte me iniciale, ne kuptuam, sepse personazhet e emisionit Me zemër të hapur mbeten të tillë që ne mund të identifikojmë shumë lehtësisht se me kë kemi të bëjmë. Dhe në fakt ka qenë kryeredaktori i emisionit Me zemër të hapur Anila Akmadaj, që menjëherë sapo pa komunikatën e policisë e referoi në redaksi dhe menjëherë i shkruajti të 2 personave. Me ish bashortin ka folur unë personalisht, ndërsa Anila i ka shkruar menjëherë në rrjetet sociale ish bashortes. Kjo e fundit fillimisht nuk ishte shumë dashamirëse për shkak të mediatizimit dhe ne kuptojmë edhe rëndesën e saj emocionale. Për ju të dyja, por dhe për teleshikuesin, nga emisioni i parë, na ka mbetur një material i patransmetuar për shkak edhe të kohës televizive. Disa ditë më parë kemi dhënë pretendimet e babait, të ish bashortit, kemi dhënë pretendimet e ish bashortes, ndërsa ditën e sotme ftoi regjin të ndjekim përballjen e tyre 4 vite më parë në këtë studio dhe rikthehemi në emision për ta diskutuar pastaj gjithë të rejat çfarë ka ndodhur këto ditë menjëherë pas transmetimit të emisionit të fundit. Kur jam njohur më këtë, kam qenë 15 vjeqe dhe jam njohur nga ana një vajza kumars, më ka njohur më këtë. Vajzën e kumars teme ky e ka ofër me gjak. Më ka njohur me të dhe i kam treguar familjes tim që unë e njoh një djalë dhe du që të vazhdoj me ta. Familja ime mori vesh se kush është, edhe nuk deshi që mu të mbashkoj me ta, sepse kanë ardhur shumë njerëz që kanë thënë që mos i bashkon bashkë, sepse kjo familje nuk është e mirë. Unë vazhdova prapë të fol me ta, vazhdova më shevdas familjes, ka ardhur më ka kërku në shtëpi, nuk ka pranu babim bashku me ta, kanë më kërku 2-3 herë, edhe vendosin familja për më feju dikon tjetër. Unë për momentin pranova mu feju dikon tjetër. Pranova, desha për me harru këtë njeri, nuk isha taku asnjëherë me ta, me zotin Marklogu, asnjëherë nuk jam takuar, kemi folur shpesh në telefon, dhe u fejova, si kur ka thënë ky, u fejova me dikon tjetër dhe ne jetëm një muj të fejuar. Nuk zgjati shumë sepse rash dakord me ik me ta. Sa ditën që motra ime ka qenë Tulin, ka ik mami në Tiranë, dhe më tha mu që tani mund të bahna bashkë, më ardhë. Oke, i thash e lash për po, kisha pak frikë. Kur erdhi një moment që thash jo nuk mund e më ardhë, sepse nuk mund e me lanë edhe të fijumin gjak me gjithë familjen time, nuk mund e më ardhë. Më tha mu ose vjen, ose unë do të bajt diçka tjetër, ose do të vras vllajën, ose do të grej zhak prik ke familja jote dhe dhe në rrugë të makinës. Më ka kërcënu, jam marrë dhe kam ik, ka pas një 2 shokë vetë aty në makinë. Këna ikë për Tirana, ditë ka pas armën me veti, nuk e kam thënë na heras në përgjykat, ka marrë këtu me javë thënë gjitha. Ka pas armën me veti dhe më ka thënë qofë se ti, banë zhurmë, ose ne i gjonë, unë do të vrasë. Dajat e mi kanë qenë rrugës, do më thënë shpine ka pas rrugë, tina kanë të ikë për Tiranë, dhe kam pas frikë se mos për më del dikush para, e mos ky po banë diçka. Ka marrë mamin të mi telefoni, ka thënë që vajzën ta ka marrë, i ka thënë mamin qaj të thënë, vajzën ta ka marrë, i ka thënë edhe nuk e kema në shtëpi, e ka fik telefon, as i gjo ma shumë. Kena ikë në Tiranë, kena ne një 2 javë në Tiranë, jam këthy kam ikë të familja ti, do më thënë, nuk em kam pritë shumë mirë, mami vetë nuk em ka pritë mirë. Më ka thënë që ti ke ardhë, këtu ke ardhë, nuk ke ardhë si tjera. Ti ke ardhë dhe, do më thënë, ke ardhë vetë me dëshirë dhe do të me pritë gjithë shka që na bajmë. Kam nejtë një muj, sepse kam shumë me thanë, por nuk du me i thanë gjitha, sepse nuk ka emision me i thanë gjitha, du të marrë disa që janë më të rëndësishmet. Kam marrë, do më thanë, më ka thanë vira që ke ardhë vetë, edhe do të presë shumë gjana. Më ka kërcënu që është ditën e parë që kam ikë. Ditën, ka nejtë një muj pa familjen unë më sy,
më deshke familja mu bashku bashkë me u pajtu. Një ditë që i na pajtu mazite, ka thënë mami vetë Mark, shkomunesh me shku me marrë lopë të toka, kam ikë bashkë me ta, i thash du mi i kellon me marrë lopë të toka me ta. Kam ikë bashkë me ta, do më thënë 3 hapa, 4 hapa mund të kem qenë para ti, kam zgjidh lopën, do më thënë pa dëshirën e ti, thjesht e kam zgjidh, jam nisë me ikë në shtëpi, më ka rah. Një kënë rahja që më ka ba, do më thënë dhuna që më ka ba për e të parë. Ka kape më ka rah dhe unë nuk e pritësha, sepse kam lanë shumë gjana për atë. Kam lanë familjen gjak, nuk e kam menu fare, e shumë gjana tjera. Thjesht kam fillu të i thanë, qaj të ba, Mark? I thash qaj të ba, Mark? Tezja eme ka pas token aty ofër, jam fut të toka tezës, kjo nis me lopë, i ku dhe një farruge, edhe më gjeti aty. Kisha me vetëm të qaj, qa është të mbab, se ka shpejt dhuna. Ka ardhe më ka radje si më ka ratë fikt. Më ka ratë fikt aty dhe më ujë kanalit më ka qitë fiktin. Ka batan dëq, më ujë kanalit më ka qitë fiktin. Mami vetë ka qenë ka dytë bashkë me motrën e vetë të në shiku prej të toka, sepse kanë tokena shumë afër. Më kanë pa prej të toka dhe këmë pitë skuke në shpinë, më ka batan gjak që mos gudzo me folë. Ata i kishin pa, shumë mirë si qam nolli. Unë kisha vetëm më shtyjte, vetëm hec. Edhe më kap ke pjesë, më thote hec. Unë kisha me vetëm të qajtë, unë ti kisha gjithë gjak. Kam shku në shpi, jam la, mësa mos më gudzu mu la, thjesht me la ftyrën. Jam shku në shpi, jam la. Ky patlan duhani një javë para, edhe vazhdoj t'u e njësër dhe erdi nana vetë më bani presione, pse djali jam njësi nga në, asë njëherë nuk më pyti pse u rahe, ose pse të rahe deri si të ratë fi. Dhe kështu kam vazhdu gjithmonë ndunë, kam marrë babin tim telefon. Jo, të lutem, e kemi bërë këtë pak të Mark edhe nuk mund të ndërpresim. Si që nuk të ka ndërprir dhe në emisionin e parë. Okej, mund të gënjë dhe është e drejt. Tani të tregojmë të qytetruar si që lam, ta dëgjojmë deri në fund. Ka replika. Kam edhe unë në lidhje me familje dhe gjithë çka ka thënë Artiola, nuk e kemi lënë pa investiguar. Se si njihet edhe familja jote, por se si njihet edhe familja e Artiolës. Pa mera, kemi këtu për thënë vërtetat. Po, edhe ka qënë, do më thanë, ka marrë mamin tim telefon, babin tim telefon, i kam thanë se këshu. Ka thanë, du të me duru, ke ik, nuk të dëna ma. Edhe nuk kam pas përkrojnë asë familjes tem, asë njëherë. Ju kam thanë që ju lutëm një manim, ka thanë mami që edhe babi, mund është mu mytë aty, nuk të dona heq fare. Sepse ke ik, në akilan gjak, edhe këta dishin që familje nuk i kam pas kur në krah, sepse isha ikun edhe kam duru gjithmonë. Po kapi dhe do pjesë tjera që punën e Gjermanisë, sepse kam vujt në dhunë gjithmonë, po flasë për punën e Gjermanisë, më ka akuzu si jam e marë, kam probleme menore, kam qenë Gjermani, kam shku 8 mujë 7 zanë me vajzën e madhe, dhe kam shku aty, dhe më thanë, kam qenë shumë e re, realisht nuk e disha qa është fëmija, por si që dënon tjetër, kam qenë 8 mujë, kam linë fëmin, e kam linë me zërë, ka jam bërë operacion, dhe mas 2 javësh, dhe me thanë që gjithë kusht 2 javë dhe më nej ratë, si i thojnë, gjithë femën. Më ka thënë që këna pas një familje serba aty, edhe ajo gruja i ka marrë letrat, Gjermane i ka marrë letrat në antë doktorve, kam probleme. Më ka thënë që duhet me e bojnë këtë punë. Edhe mu më shmenja, sepse disha që jem të vujt në Shqipni me familjen e ti, mu shmenja që t'ikum, më tha që ne du t'ikum se zban në doktor, edhe thuj që këshu shof. Unë nuk e disha gjuhën Gjermane, kam pas dit pak spanisht, më falni, dhe vazhdova të thanë që këmë tha, shof gjak në anër, shof të vdekur, kam filluj, kam shku, kam thanë që unë shof gjak në anër, shof të vdekur, shof gjithë shka, që une marsha letrat, nuk i disha që aty kur të shkrujnë, kur të bajnë firmen që nuk mune më këthy mrapa. Kam dhanë firmen që une do të mena 24 orë aty, më ka marrë vajzen, ka qenë vetëm 2 javëshe vajza. Ka marrë vajzen edhe ka ikë. Më ka lanë aty mu, kam qenë të qajt, i kam thanë, e kam marrë në telefon, i kam thanë të lutem, mos ma bani këtë gja, ka marrë vajzen e ka ikë, kam nejë gjithë natën të qajt. Po kërë ambulancët ka marrë? Të lutem, Mark, të lutem. Nuk ashtë e vërtit. Të lutem, Mark. Po, nuk ashtë e vërtit, fare. Kam nejë gjithë natën aty, më kam pruj do i latë që me pi, kam qu, sepse aty ishte si burg. E kam marrë, e kam qu në banjo, kishte vetëm një banjo aty në dhomë, e majmen.
Dhe kam marrë në telefon, nuk më hap këtë telefonin, kam kërsitën deri, ju kam thënë që nuk disha me fol, vetëm fol qa shqip. Dhe këllëzova telefon që du me fol me dikan. Më kanë prunë në orën 3 natës, kanë një përkthyse, kam fol me taj, kam thënë ishtu ashtë puna jeme. Unë nuk jam të shmenun, asë nuk kam probleme. Sepse burri jem më genjohu, tha që do të marim letra. Okej, tha, po duhet me nejt. I thash kam i vajz 2 javë që duhet me ikë se zban. Okej, tha ta jap fjallën unë që ti nese do të shkosh në shtëpi. E kam marrë zotnin prap, nuk ma hap këtë telefoni, edhe pse ka qenë është, ka qenë gjumë. Ka ardhë nesmet, i kam thënë që ose vjen, ose unë do e bajnë shumë të male. Ka ardhë nesmet, i këna lanë firmen të dy që nuk kam probleme menore, kur kam shku në shtëpi, më ka rrah shumë, do me thënë, i herë ka gjujt gotën, vetëm thjesht ka mull kryt, edhe ka rrah gota në mur. Ashtu gota ka rrah në mur. Kur nuk më kapi gota mu, ka ardhë më ka rrah në operacion. Në operacionin për 2 javë që kam pas shumë të hapun. Pavarësisht se ma kanë pas pik me piks aty në Gjermani, pa kam pas shumë keq. Nuk e kam një vetë ndesi kam pas copa akullin qafë. Vajza ishte të qajq shumë, ka qenë vetëm 2 javë që nuk e di prej zhurmave, nuk kam qenë e aftë mu qu me përkun vajzën, thjesht e kam prek me dorë, tu e lelatu pak. Këto janë disa episode nga emisionet maraton që janë zhvilluar me çiftin në fjalë 4 vite më parë në studion e emisionit Me zemër të hapur. Dhe po të shikoni, tema e asaj kohe e shkruar poshtë ekranit ishte debati për fëmijët përballë çiftit në studio. Debati për fëmijët vazhdon ende edhe sot. Thash edhe një herë që kemi pasur reagim nga të dyja palët. Përpara se unë të transmetoja emisionin e disa ditëve më parë, kam folur në fakt me vllajën e Mark Lokut, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një zotëri me cilin kam komunikuar vazhdimisht për sa i përket problemit të vllajt të tij. Dhe ashtu si Marku, edhe vllai i tij nga Amerika, të cilët kanë qenë të gatshëm 4 vite më parë të ishin me zë, me figurë dhe me denoncime, me fakte dhe me prova në studion e emisionit Me zemër të hapur, nuk e di pse, kësaj radhe, edhe pse dhanë versionin e tyre, në momentin e fundit janë tërhequr për të mos u bërë pjesë e emisionit Me zemër të hapur. Pavarësisht se unë e kisha paralajmëruar që me ish bashorten e zotit Mark do kontaktoja dhe zëri i saj do dëgjohej në këtë studio. Duhet të jem transparente. Sapo mbylla emisionin e përpara disa ditëve, me njëherë telefonova vëllain e saj në Shqipëri, i cili edhe ai ka dhënë një intervistë të gjatë, ka dhënë shpjegimet e tij dhe në orët e mbasdites ka marrë vllai i zonjës në fjalë, i cili ndodhej në Filan. Në fakt, fillimisht ishte jashtë për zotëria, kërkoi ndjes, e mirë kuptuam padyshim sepse bëj fjalë për motrën e tij. Ai deklaroi që motra po rikthehej dhe në orët e vona të natës telefonohen dhe vjen kontakt me vetë nënën e 3 fëmijëve, e cila hedh poshtë versionin edhe të ish burrit, edhe të ish kunatit. Madje ajo ka një version të saj me të gjitha provat vënë në dispozicionin e redaksisë emisionit Me zemër të hapur, që edhe kur ka ikur 6 muaj në mision, sepse punon ushtarake. Edhe kur iku përpara 30 ditëve tek vllai i saj në Filand, në të dyja herët ka folur dhe me ish-kunatin edhe me ish-burrin. Këtij të fundit i ka thënë që nëse do të kujdesesh ti për fëmijët, sapo unë të iki dhe të largohem kaq ditë dhe në këtë njërë në mision dhe njërë tek familjarët. Mos harroj zoti Mark Logu se do ta dëgjojmë edhe në intervistë që kur ai ka dashur fëmijët për të shkuar në shtetin grek tek vllai i tij, zonja në fjalë ja ka dhënë fëmijët. Megjithatë, e drejta e tij ligjore ishte për të shkuar në komisariatin e Lezhës, por duhet të kishte treguar të vërtetën, që zonja vërtet është larguar, por zonja më ka njoftuar mua duke thënë nëse do t'i mbash ti fëmijët për sa kohë unë nuk jam prezent, sepse në të kundërt zonja ka vepruar që i ka lënë një deklaratë notariale nënës së saj. Thash edhe një herë, avokatja tha që zotëria në fjalë ka zbatuar vetëm ligjin. Pastaj për masat që mori gjithë ky problem, nuk e di pse çifti ose të paktën familja Logu, vetë Marku, nuk pranoi të ishte pjesë e emisionit Me zemër të hapur, janë arsyet e tij dhe e di vetë Marku se pse
apo edhe vllai i tij, pse u toroqën pikërisht në momentin e fundit. Pse nuk e duan këtë përballje? Mos ndoshta është e vërtetë ajo që tregon zonja, që unë i kam paralajmëruar. Megjithatë unë duhet tregohem transparente. Zoti Mark edhe vllai i tij më kanë thënë që është i papunë. Dhe për këtë arsye nuk paguan detyrimet ushqimore. Por takimet me fëmijët zonja nuk ja ka ndaluar. Megjithatë, ne do ta dëgjojmë pas pak intervistën e pas transmetimit të emisionit, e pas këtij skandalit të fundit, sepse ajo është kthyer menjëherë në Shqipëri dhe po të ishit të vëmendshëm, regjia e dha në një moment takimin e saj me fëmijët. Nga një mendim të shkurtër për sa pat, të 4 viteve më parë, sepse që t'jemi transparente, ja, zonja është me djalin, ndërkohë që është edhe me 2 vajzat. Nga aq sa pat, nga emisioni përpara 4 viteve, çfarë mund të më thuash, Gjeni, shumë shkurt? Përpara se t'japim edhe detajet të ngjarjes fundit. Patjetër, nga ajo që unë dëgjova nga intervista, episode të mëdha dhune. Pra, nëse këto dhuna ka qenë ekzistente, duhem parë, mbi të gjitha nëse ndodhen në shtetin gjerman, është e pamundur që ti të paraqiten në spitale dhe të mos merr masa ndaluese. Më duket pak e çuditshme nëse vërtet janë siç janë deklaruar. Po diçka që unë dyshoj. Ne, përpara 4 viteve është paralajmëruar që të gjitha urdhrat e mbrojtjes që kërkonte zonja bëshin me idenë që ajo të shkonte në shtetin francez për si grua e dhunuar dhe për të marrë letrat. Por ne nuk e dim, sepse zonja kur erdhi në studio kishte pak muaj që kishte filluar edhe si pjesë e forcave të armatosur, ajo do ta dëgjoni se çfarë ka thënë që ka shkuar në një mision për 6 muaj, por e di çfarë më bën mua çudi, që në emisionin përpara disa viteve ne kemi bërë maraton emisionesh dhe aty ka dalë një letër që zonja ka tentuar një suicid. Dhe unë nuk e di dhe më shqetëson ky fakt, sepse ndoshta edhe për shkak të dhunës ajo ka pasur trauma dhe pa diskutim si pa shpresë që ka qenë, ndoshta edhe mund ta ketë tentuar ose mund ta ketë menduar këtë gjë. Por si ka mundësi që e kam thënë atë kohë, e them edhe tani, jo për ta dëmtuar zonjën, ajo e di shumë mirë që ne jemi përkrah saj, siç jemi edhe përkrah Markut, sepse interesi më i lartë janë ata 3 fëmijët. Dhe këta, edhe pse të divorcuar, duhet në fakt të bashkëpunojnë. Si është bërë pjesë e forcave të armatosura? Kjo është një pyetje shumë e madhe për ne. E kupton? Gjithsesi, ndjekim hapësirën e parë, publicitarit kërkojnë Ndjes Bela do ta japë me njëherë fjalën për ta marrë edhe një mendim të shkurtër nga ty, publiciteti i parë dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë, përpara se të dëgjojmë edhe se çfarë ka thënë zonja teksa kthehej nga Filanda drejt Shqipërisë për të takuar fëmijët e saj, sepse aq ishte leja qëndrimit vetëm 30 ditë tek vllai për vizitë. Ajo pretendon dhe ju do ta dëgjoni vetë që në të 2 herët që ajo i është dashur të largohet jashtë territorit, ka komunikuar dhe madje pretendon se ka sjell prova duke folur edhe me Ishkunatin. Thash edhe një herë, Ishkunati është tërhequr në momentet e fundit, ne do të transmetojmë dhe duhet jemi transparent se çfarë ka thënë edhe ky zotëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç kanë folur edhe 2 vëllezërit e zonjës, por ndoshta do ta bëjmë në ditët në vijim. Bela, nga sa dëgjove dhe nga ajo edhe çfarë ishte shkruar, po, nga Strisha e përpara 4 vite, vazhdon debati për fëmijët. Si ka mundësi? Të them të drejtën, për mua nuk është më debat që është për interesin më të lartë të fëmijëve. Për mua tani është kthyer në një debat personal për të fituar fëmijët. Gjë që nuk më duket as pak normale, sepse ideja është që fëmijët janë kryeqendra e kësaj marrëdhënie. Në momentin që ju e te i kaloni dhe nuk keni respekt për fëmijët dhe për atë çfarë ju paraqisni para fëmijëve, normal që interesi më i lartë bie, nuk është më fëmia për ata. Qartë. Kur flasim, shiko, zonja thotë që e heqim ju lutem regjia fotot, është e mjaftueshme që kemi transparencë, që zonja i ka takuar fëmijët, është e mjaftueshme kaq, jemi treguar të kujdesshëm, kemi mbuluar si zonjën ashtu edhe fëmijët, duhet ndaloj pak këtu. Zonja thotë që
Unë kam pasur shumë mundësi për ta denoncuar Markun, babain e fëmijëve, sepse ai nuk paguan detyrimin ushqimor. Në fakt, kur unë kam folur me vllain e Markut edhe me vetë Markun, ato unë kam pohuar që është i papunë. Atëherë kur je i papunë, si mund të kërkosh kujdestarinë atyre fëmijëve? Bie poshtë totalisht kërkesa juaj. Dhe kur ti kujdesesh kaq shumë për fëmijët, bën denoncimin sipas ligjit dhe thua që nëna është larguar, i ka braktisur edhe pse të ka ofruar ty bashkëpunim, ti se ke pranuar këtë bashkëpunim, thua pse ja ka lënë gjyshës se jam unë këtu e çdo gjë tjetër, që ato kanë thënë jashtë kamerave. Pse nuk paguan detyrimin ushqimor? Sepse ne do dëgjojmë bisedën e zonjës dhe zonja thotë që ai punon dhe punon në Shëngjin. Tani, pse nuk harrohen inatet me njëri tjetër? Zonja tha që unë kur kam shkuar në përmbarim dhe kam kërkuar ta kërkoj pensionin ushqimor të fëmijëve, ato më kanë thënë që fillimisht ka gjobë dhe më pas mund të ketë edhe masa më të rënda të kësaj vepre ligjore, penale, si mund të quhet, për pengesë të dhënies së detyrimit ushqimor, dhe kur kam marrë vesh se kush është fundi i dënimit të tij, kam thënë jo. Babain e fëmijëve nuk mundet ta çoj deri në burg. Kjo është një tolerancë goxha e madhe nga... Gjen, më thuaj se kërkove fjalën? Po, të shpjegoj diçka. Përse përket detyrimeve ushqimore, atëherë ne kemi thënë që vendimet gjyqësore janë tituj ekzekutiv dhe janë parashikuar shumë në ligj. Çdo titull ekzekutiv ka ekzekutim të detyruar. Çka do të thotë që zonja e drejtohet përmbarimi. Përmbarimi në momentin që nuk ka një pagë të deklaruar, zotëria ka një pasuri. Në qoftë se zotëria nuk ka një pasuri të evidentuar, janë familjarët që kanë detyrimin dhe kanë ngarkimin për të përmbushur vlerën, për të përmbushur vlerën që u takojnë fëmijëve. Pra, normalisht nëse nuk e merr nga zotëria, do ta marrin nga familjarët e tij. Por atë detyrim ushqimor ai duhet ta paguaj, sepse janë 3 fëmijë të cilët kanë nevojë për të mira materiale për të jetuar. Dhe kujdesi nuk është vetëm thjesht takimi me fëmijët, është ndihma financiare e cila në këtë rast është detyrim ligjor dhe ai duhet ta përmbushi. Ndoshta zonja nuk ka shkuar deri në fund, unë zbatova ligjin dhe vajta në polici dhe deklarova që nëna nuk është me fëmijët. Ligjit nis me detyrimin ushqimor që është baza për të jetuar këta fëmijë. Nuk është thjesht për të bajtur në gjykatë paraqitur apo në polici si babai që po kujdeset për fëmijët. Po, vendimi nuk ka marrë formë të prerë se është ende në gjykatë të apelit. Të kuptoj, pra, por janë vendime të ndërmjetme, të cilat jepen gjatë gjykimit dhe kanë po të njëjtën vlerë ligjore dhe janë po ato tituj ekzekutiv. Dhe pse nuk është dhënë akoma vendimi final i gjykatës. Kështu që zotëria ka detyrimin dhe në mos zotëria, pasuria e tij dhe familjarët e tij duhet të përmbushi këtë lloj detyrimi dhe zonja duhet të shkojë deri në fund për të marrë detyrimin ushqimor për 3 fëmijët e saj. Vllai i zotërisë, thash edhe një herë që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka bërë një intervistë telefonike shumë të mirë me ne. Që përfshihet edhe kjo pjesa e mospagimit të detyrimit ushqimor dhe familjarët e tij çfarë janë të gatshëm. Duke qenë se zotëria është tërhequr nga kjo intervistë, unë nuk kam asnjë lloj të drejtë të them në emër të tij se çfarë më ka thënë mua dhe këtu u mbet zotëria edhe vllai i tij, nuk u mbasim ne, kështu që prandaj do t'i shërbente intervista. Ajo intervistë edhe mund të jepet në një të ardhme, mos kujtoj zotëria se u pendua për intervistën dhe tha mos e jepni, por shiko se çfarë ka humbur. Në atë intervistë ai ka thënë shumë çka, edhe për detyrimin e familjarëve, siç është xhaxhai i fëmijëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duke qenë se zotëria është tërhequr, ne nuk do ta transmetojmë. Ne në këto momente do t'japim se çfarë ka thënë nëna e 3 fëmijëve në udhëtimin e saj nga vizita tek i vllai drejt Shqipërisë, ku ka takuar të vegjëlit e saj. E ndjekim. Artiola, dhe një herë, ti ke 30 ditë që ke ikur nga Shqipëria? Po, kam 30 ditë, kam shku të vllai jam për arsye thash personale. Po. Që ka të bëjë shumë për punën, për jetesën me fëmijët mi dhe kash. Po, dhe i ke lënë një prokur në nënës tënde? Po, ja kam lënë për një periudhë kohe caktuar. Të caktuar. Ashtu sikur ja kam lënë dhe hera tjera që Marku nuk ka pas dëshirë me marrë, që kam edhe prova se Marku nuk ka dash me marrë me prokur, as 6 mujosh, as 3 mujosh, as 2 mujosh, as një javshe. Si eshtë sa herë ka dash, ta ja kam lënë dhe thash. Po, pra, ti ke vajtur një herë me një mision, me punën tënde? Po. Dhe kësaj radhe tek për arsyet e tua familjare tek vllai.
Po. Dhe në të dyja herët nënës si ke lënë deklarat notariale. Markut nuk i kam lënë deklarat sepse nuk e ka pranu, i ka me fakte, me mesazhe, me regjistrime, me çfarë doni ju, që Marku nuk ka pranu me i marrë fëmijët me prokur, vetëm alço prokur përjeshëm. Prokur përjeshme nuk ja lëshoj atij se unë në fëmijët nuk i braktisë, as nuk ja lën dorë pa dek. E kuptoj. I dhunusi që i ka dhunu vite me radhë. I kemi diskutuar në fakt edhe përpara 4 vitesh në emision. Ti ke pretenduar që ai ka dhunuar fëmijët, ashtu si të ka dhunuar edhe ty, apo jo? Po. Gjykata vendosi përpara 4 vitesh që ti t'ishe kujdestari atyre fëmijëve. Po, gjykata ka vendosur do më thënë gjyqe këna bota 7 vjetë dhe hala nuk ka dal apeli taman fix. Gjykata tana herët mi ka lënë mu fëmijët edhe ju ka dhënë atij që me pagu që i takon me pagu si bab, nuk i ka pagu ta 7 vjetë dhe nuk po i kërkoja si gjatë, thjesht e më lënë rahat me fëmijët e mi t'i rris, një është si po i rris. Ndërkohë që babai ka takuar rregullisht fëmijët, apo jo? Babai ka taku sa herë ka dashur ai që mu ka ba mu telefona, mu ne me marrë me majtë javë, ja kam lanë edhe kur nuk ka nejt një muj, pa i marrë i kam thonë, i ka marrë malli fëmijët për ty, a mu nesh me marrë. Në qo se s'ke mundësi, mi marrë t'i sjellon edhe t'i marrë prapë mrapsht. E kuptoj. Përpara disa kohësh, Marku i ka marrë fëmijët i ka çuar në Greqi tek vllai i tij, apo jo? Po, para 1 muaj të gjysë t'i shtom deklaratën, ja kam dhënë deklaratën. Se më ka gjënale për fëmijët me dalë me pa diçka jashtë, edhe për ata thash hajt nështë ta ka ndryshu. Kam pagu dhe pasaportën e vajzë vogël. Do fëmijët 2 me i marrë një melon. Jo, i thash, ose të 3 ose asnjërin. Dhe ja kam pagu dhe pasaportën vajzës, kam pagu dhe prokurin i kam thënë shife ku e ke. Dhe kaq. Bani sikur kishte në shumë s'kishte në shu as ka për të në shu kur. E kuptoj. Ndërkohë që ju ditën e sotme po ktheheni në Shqipëri, apo jo? Po, unë sonde jam Shqipëri. Në 10 jam Shqipëri, me shku për i talaj me rem, me falë, se si ka ziraj, dhe për ndjekjet që ka ashtu për ndjek ta 7 vjetë. Sa i fëmijët nuk i dosin, që se kishte dasht fëmijët, kishte marrë me përkur një ashtu si kam dasht mjalan. Kam nisë dhe faktet. Po. E kuptoj. Artiola, unë do dëshiroja të dija pse nuk paguan Marko detyrimet ushqimore? Nuk e di, i herë sot jam i paft, i herë sot jam rëdzu prej maja tanë rrushit edhe nuk kam problemet e mia. Atër sot jam i papu ndërko për ditësit ka falë zoti puna në Shëngjin. Pra, gjitha gjona që ka pas përsi për ja ka kalu babësve për mos më dhana si lek për fëmijët. Kur sa shti zoti mi majt, pëse më shetë mërzi mu, pëse më përndjek mu. Ti ke fakte që ai punon në Shëngjin, apo jo? Po, unë kam edhe mesazhe këtu si më ka thënë, sa të lanë punën në Shëngjin, si jam me robat punës, vje bëjmë deklaratën për mik në Gërshi me fëmijë. Po, je interesuar ndonjëherë tek përmbarimi ti për detyrimet? Jam interesuar. Po? Hajtë sa dalin gjyqi, edhe më ka gjëna me thonë drejtën babën e fëmijës të me burgos. Se më thanë gjëna se me futën burg, se s'pagun ose gjobë, nuk e di si qa ishin këto. I kam thonë, jo, më mirë po e la, mos t'paguj, po kam qa baj. Më ka gjëna me fut babën burg, babën e fëmijëve, po ai s'pas ka shpirë për mu, po do të mu sjell njëjtën gjë, shatu më ba, dhunën psikologjike që ashtu më shkaktu, pse mos mja qitë lon ati. Se ma nxini jetën sinqerisht. E kuptoj. Pra, ju nuk jeni interesuar në qoftë se ai ka një punë të rregullt apo jo? Apo e ka sezonale, apo shkon në Gjermani? Me punë të rregullt e di që ka i herë shkon jashtë shtetit, nuk e di se ç'a bën. Për mua ka rëndësi, me të thënë drejtë nuk më intereson me për ndjek se ç'a bën. Për mua ka rëndësi, vetëm të mblan ti rris një ata fëmijë, s'ka problem, mos të më japin as i lek. Ulolla. Artiola, e di ç'a më bën përshtypje mua që kur vajte me mision si ushtarake, 6 muaj ai nuk shkoi në policinë e Lezhës për denoncuar. Kësaj radhe që vajte tek Jo, ka shku në polici, ka shkuar, po. Dhe në ka shku më ka bën denoncim dhe në ushtri, po. Ministrit mbrojtjes, gjithkund ka hup nëna fëmijëve, ai ndërkohë ditë ke shumë mirë se ku jam, i kisha marrë një javë para në kafe dhe i kam thënë, bile kam regjistrim këtu në telefon, i kam thënë jam të shku për arsye të punës dhe për arsye që të fitoj një lek
për shtëpinë e fëmijëve se ti ndërkohë nuk jep asnjë lek, jo më shtëpi. Dhe më ka thënë, jo, nuk jam dakord, nuk ti marrë fëmijë 6 muaj. E kam dhe regjistrimin e telefon. Po, mund të ma dërgosh pak më vonë. Ndërkohë, kësaj radhe pse bëri denoncim në polici? Jo e bën denoncim polici, nuk ja kuptoj qëllimet. E vetmi qëllim që e di unë se ka është me më përndjek mu mos me mlanë qëtë jetën teme, as me rrit një ata 3 fëmijë. E dashur, ti e di që ligji parashikon që përveç deklaratës notariale që i ke lënë në nënës tënde, të lajmëroj edhe babain e fëmijëve, e ke lajmëruar kësaj radhe që do ikësh? Nuk e kam lajmëru mas, nuk do të lajmëroj për asnjë lloj gjoje ma, kur e di se ja kam lajmëru tana herat edhe e di se ja kam qu edhe me mesazhe. I kam thënë që du mi ik në 3 muaj që dhe nuk ka pranu me marrë fëmijë. As nuk e kam men mu marrë ma me ta, vetëm me shtet një ashtu si ja kam merret këta shëmrapa. Më thej që çështja e kujdestarisë fëmijëve dhe divorcit është në gjykatën e apelit. Pse? Divorcin e kam marrë, kujdestarin e fëmijëve e kam marrë ta 7 vjet prap ka qu në apel, ta shofim. Në apel kush e ka dërguar? Ai e ka dërguar, Marku, po? Po. Po me çfarë motivacioni? Që du me marrën fëmijët, edhe nuk jam dakord që kjo t'i rrisi fëmijët. Po mirë më falë, a nuk jep kontribut pension ushqimor? Nuk jep asnjë lek për fëmijët e vet, as nuk ashtë i zoti me dhanë se kështu ju thot gjykat si kur i interesën. I herë ju thot nuk kam mundësi, i herë ju thot jo po du me i majtë tonë se pënej, nuk e kuptoj arsye, del shumë kot, nuk e kuptoj. E kuptoj. Nuk e di sinqerisht. Tani, unë kam folur me kunatin tënd që është në Amerika edhe ai thotë që unë jam i gatshëm që një nga shtëpiat që kam në Shqipëri t'ja jap Marku të jetoj me fëmijët. Po, thuj Niks, je i gatshëm ti ishe i gatshëm thuj për fëmijët, se unë kam folë me Nikën, ti ishe i gatshëm edhe ti ishe aq, i kishe thonë vllajt tanë paguaj detyrime që takojnë si bab mi paguaj. Ja kam bërë unë këtë pyetje, në fakt zotrisë edhe... Kam folë me Nikën, po? Edhe me ka thonë, a je ti dakord që ti strysush Markut, apo i man 3 fëmijë me prokur 3, 2, 4 muajsh? Edhe i kam thonë, unë jam dakord, vetëm që ty ta vërtetoj që Marku nuk i merr. Edhe ja kam shumë me mesazhe që nuk i ka një Marku me marr dhe Nika nuk më kthen tani asnjë lloj përgjigje më. E kuptoj. Në fakt këtë pyetje ja kam bërë dhe unë kunatit tënd dhe ai më ka thënë që pensionin ushqimor Marku nuk e paguan sepse është i pa punë. I takon, po tash është më i meqëm ligji apo Nika, s'pa kuptoj këtë. E ka qit gjykata, venimin e gjykatës nuk më thy as Nika, as Marku, as kërkush. Jo, më tha që Marku është i pa punë për të paguar pensionin ushqimor. Po është me punë. Po atë pse do në fëmijët ai kur është i pa punë? E qartë. E mora përgjigjen. Është në punë, ma i kam me fakte që është në punë ato punu për ditë. Gjatë këtyre 30 ditëve që doli edhe lajmi në media, ti ke komunikuar me fëmijët? Po, kam komunikuar, bile dhe i tash fola me ta, i thash jam nisë mami, jam të ardhë, o shumë mirë, i thash kur dëni mi u marrë sët në orën 10, ashtë natin, i thash atë mund t'ju marrë nesër, po tha ne me nesër. E kuptoj. Edhe me kanë thënë fëmija, dje, do me në lanë për parë, se nuk e kanë ditë, kam dash mi u bo surprizë që jam të ardhë, a do me në lanë thate babi për parë, apo do me në qute nani, kam thënë, shofim gjithë si dhe kur të vjanë, ose shofim bëjmë diçka. Qartë. Ti tregova mesazhet i kam shumë. Po. Mbasi të takosh fëmijët edhe të shmallësh me ta, besoj se ti do paraqitesh në polici dhe në prokurorinë e Lezhës. Patjetër, nesër, ditën më të parë, me 3 fëmijë do të shkoj aty që edhe psikologët i pyesin fëmijët në syt Markut në syt teme se kam pikë në problemin. E kuptoj. Prokurori, gjykat ku të munem se bollë ma, u lodha me paragjykime, me shpifje, me përndjekje, nuk e di, nuk e kuptoj. E kuptoj, dashur, e kuptoj. Atëherë, ke diçka për t'i thonë Markut nëpërmjet kësaj telefonate? Me të thënë drejtën, nuk kam asnjë gjë me thënë ma, asistencë jam lodhur ja thënë, veç di me thënë se fëmijët nuk ka shans me i marrë kur me hek për i dore. Kjo ishte ajo çfarë tha nëna për herë të parë në media, pasi u akuzua nga babai 3 fëmijëve që ajo ishte larguar për t'i braktisur këta 3 të fundit. Gjeni,
Fillimisht si të duk intervista dhe më pas do kthehemi në pjesën e tretë për të interpretuar ligjen jo vetëm për zonjën, por edhe për shumë vajza dhe zonja të tjera që ndodhen në të tillë pozicion, por edhe për djemtë dhe zotrinj, sepse ka edhe nga ata baballarë të cilët kanë përfituar kujdestarin. Sa i sinqert u duk intervista e saj, a dalim përsëri që në këto 7 vite çifti vetëm përballet me njëri tjetrin sepse nuk kanë kaluar inatet e tyre, kush nga palët ka të drejtë për sa i përket asaj çfarë ndodhi vetëm një javë më parë, duhet ta themi këtë gjë, por që në këtë një javë u tranzuan shumë mediat në lidhje me akuzat. Okej. Atëre, përse përket pyetjes parë, zonja bëri deklarime me fakte mbi gjendjen aktuale të fëmijëve, të saj dhe të marrëdhënieve që ajo ka me ish bashortin. Marrëdhëniet të cilat vazhdojnë të jenë akoma konfliktuale dhe vazhdojnë akoma mos të mbajnë përgjegjësinë prindërore. Pra janë dhënë për të njëjtën histori 2 versione të ndryshme, ku në njëra anë kemi akuzën për braktisje dhe nga ana tjetër kemi dhunën e ushtruar, kemi përndjekjen e cila e deklaron zonja. Por, mos harrojmë gjë shumë themelore. Në thelb të gjithë këtij debati, gjithë konflikti qëndrojnë 3 të mitur. Dhe çdo lloj akuze e cila hidhet nga të dyja palët duhet të jetë faktuar me prova. Prova të cilat administrohen nga organet kompetente dhe më pas merren parasysh apo jo në proces gjyqësor, këtë e vendos vetëm gjykata. Por në gjithë debatet, ndër vite dhe në këtë që ne po ndjekim sot, asnjëri nga të dy nuk ka në fokus zgjidhjen e problemit, por të dy kërkojnë nga njëri tjetri përmbushje detyrimesh, akuza për braktisje. Pra është më tepër si një çështje personale sesa ruajtja dhe rritja e fëmijëve në një ambient i cili duhet të jetë sa më komod për t'i ofruar minimumin që të rriten në ambiente familjare, të qeta, sepse kjo ndikon shumë, siç kemi thënë më përpara, dhe në shëndetin psikologjik të fëmijëve. Pra, baza e cila është interesi më i lartë i fëmijës, në rastin e fjalë nuk është se po diskutohet fare, se cili nga ta ka variantin e vet të mbrojtjes së fëmijëve, nëna e cila kujdeset, zotëria e cili pretendon që do kujdese më mirë, po në fakt është një person që nuk përmbush detyrimet minimale. Pra, i ngelet gjykatës, nuk e di pse akoma vazhdon të jetë çështja në apel, për sa kohë që zotëria nuk ka një pagë të deklaruar, nuk ka se si të kërkoj kujdestarinë e 3 fëmijëve. Sepse nuk mjafton vetëm kujdesi personal, lidhja emocionale. Duhet me patjetër të sigurosh fëmijës bazën materiale për të rritur. Pra, rritja, edukimi, shkollimi, formimi, kurset, çdo gjë që ndjekin fëmijët, nuk mund të sigurohen vetëm duke i ofruar dëshurinë. Këtë duhet punosh fort. Dhe zotëria, me sa pash ka një moshë relativisht të re, nuk ka pse mos punoj. Përveç se ka problematika të cilat vërtetohen me anë të ndoshta dokumentacionit mjekësor. Po deri më sot e kësaj dite nuk është paraqitur një dokument i tillë që zotëria është i paaftë për të punuar apo ka ndonjë problematikë shëndetësore. Për sa kohë ka një moshë të caktuar, bën dhe punë sipas deklarimit të zonjës, por me shumë gjasa duhet të jetë një punë të zezë për sa kohë që nuk është faktuar akoma në proces, qëse zonja ka fakte që zotëria punon në një punë të lishme, duhet të kërkojë me anë të avokatit të saj të gjitha të dhënat mbi këtë pagë dhe mbi këtë lloj pune dhe pronari i cili e punson, sepse kanë detyrimi ligjor për ta deklaruar në organet e tatimeve dhe të kontributeve. Nuk e di nëse Bela ka kapur diçka nga të gjitha provat që zonja na ka vënë në dispozicion, vetëm se nga regjia të doja të mos i bënte kaq shpesh që të përqendrohemi në njërin dhe ti komentojmë ato çfarë ka thënë zonja në lidhje me kunatin e saj për prokurat e fëmijëve, por dalim në hapësirën e dytë dhe të fundit publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë, me qetësi Bela se çfarë provash kemi aty dhe për t'i komentuar bashkë. Publiciteti i dytë. Rikthehemi pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë për të marrë mendimin edhe të Belës, të psikologes tonë. Bela, ke pasur mundësi që të gjitha provat që na ka vënë zonja në dispozicion, që flet në fakt me ish kunatin, me sa duket është i vetmi person me cilin edhe mund të flasësh paksa më rehat,
mund themi, dhe mund të kuptohen me njëri tjetrin. Zonja s'ka asnjë lloj shpjegimi pse t'i japi ish kunadit, por edhe ish burrit, se pse do iki, pse do punoj, se kështu tani themi grave dhe vajzave të divorcuara që dëgjoni, ju mos ndërtoni jetën tuaj jashtë kufinve se do t'ju vinë përsëri marrëdhënia. Po prandaj duhet mbajtur dhe duhet prindëruar dhe në distancë. Por këto nuk harrojnë inatet e së shkuarës, por edhe një gjyq kujdestari e fëmijëve që zgjat 7 vjet xhen është e papranueshme. E papranueshme. Domethënë, 4 vite më parë në mars të 2022 të kemi bërë ne. Unë nuk e di nëse gjykata e merr për bazë gjendjen psikologjike të fëmijëve. Fëmijët janë në një moshë të vogël. Të paktën nga videot që si transmetoj dot, më duket në fëmijë. Shikon, nëse ata do të kishin problematika me nënën e tyre, shumë të mirë. Dhe shumë të mbar dhe të qetë. Tani ndoshta nga videot nuk kuptoj asgjë. Por më duket që zonja kujdeset, si për veten e saj, ashtu edhe për fëmijët, që dua ta them këtë gjë, duhet ta them. Tani, nga ajo që tha zonja, sa shqetësuar të duk, se kjo gjë bë shumë mediatike. Dhe opinioni publik në fakt e kishte paragjykuar këtë zonjë. Dhe edhe këtu hold balt mbi të pa e ditur të vërtetën e saj. Këtu do të qëndroje që fakti që zonja shqetësohet për idenë që problematike e tyre është bërë publike, tregon shumë për zonjën, sepse tregon edhe se sa kujdeset ajo për fëmijët e se sa nën kujdese ka ajo gjendjen e tyre psikologjike. Shikoj që e ka lajmëruar Kunatin, kam shku duke bërë prokurën, kam lajmëruar Markun. Prandaj, unë e kuptoj të rriqen e zotit Mark nga ftesa për që në emisionin me zemër të hapur. Dhe zonja tha, vetëm një muaj e gjysmë më parë, a im ka kërkuar në fakt 2 fëmijët më të mëdhenj, vajzën e vogël jo, dhe unë i vura kusht. O të 3 fëmijët i qosh në Greqi tek xhaxha i tyre, madje me lekët e mia bëra dhe pasaportën e vajzës së vogël, dhe ndërkohë ai mori dhe unë nuk ja pengova as pak. Pra, duket një lloj bashkëpunimi i kësaj zonje. Edhe pak e lodhur për të kërkuar pensionin ushqimor dhe këtu bën shumë gabim zonja në fakt. Po kur mendon fundin që mund të ketë edhe një burgosje të babait të fëmijëve, atë nuk e do. Atë nuk e do. Tolerancë shumë të madhe nga zonja. Tregon që do të bashkëpunoj me familjen e ish bashkëshortit dhe me ish bashkëshortin, është e hapur për bashkëpunim për të mirën e fëmijëve, pra interesi i saj më i lartë janë me të vërtetë fëmijët. Ndërkohë për ish bashkëshortin nuk mund të them të njëjtën gjë në fakt, sepse të arrish të bësh publike dhe të nuk e ka bërë zotria, ja. Këtu duhet zotria ka shkuar, ka bërë kallëzimin sipas ligjit që e përmendi dhe Xheni. Tani policia e Lezhës ka një fletor zyrtare dhe ka dalë me iniciale aty. Aty e marrin të gjithë mediat. Të gjithë portalet. Tani, ti themi gjërat ashtu siç janë dhe ti japim Cezarit atë që i takon. E kuptoj. Prap qëndroj me idenë time që përderisa ti je në dieni, pse duhet të sillesh në këtë si duket këtë herë, edhe sipas asaj që tha zonja, ajo nuk e ka njoftuar dhe nuk do ta njoftoj, pavarësisht se ka detyrim ligjor, sepse herët e tjera është lodhur kaq shumë, duke i thënë mbaj ti fëmijët kur ti ke në misionin 6 muaj, dhe ai nuk e ka pranuar, ka thënë prokurë të përhershme, o prokurë për kaq pak nuk e dua, pra ka vënë kushte. Kërkon prokurë të përhershme për fëmijët, kujdestarin ligjore për fëmijët, si ka mundësi, ai nuk paguan një pension ushqimor bazik për ata fëmijë. Që besoj se nuk do jetë një pension i lartë përderisa është deklaruar që zotria është i papunë. Unë dua të di nga Xheni. Xheni, të kërkoj ndjesë, Bela. Në gjykatën shkallës parë, kur i është vënë pension ushqimor për 3 fëmijët babait, a ka çuar prova ky zotri që punon apo nuk punon, apo gjykata nuk merr parasysh dhe t'ja themi gjithë atyre baballarëve kryesisht që nuk paguajnë pensionet ushqimore, që gjykatës nuk i intereson në qoftë se ti je pa punë apo je i punësuar. Ke përgjegjësi për fëmijët, sepse i ke sjell në jetë. Patjetër. Atëherë, në çdo shkallë të gjykimit, paraqiten fakte dhe prova për sa i përket rasteve që trajtohen. Për sa i përket rasteve të drejtën familjare, jo më lart se para ca ditë kisha dhe një proces të një zotërie, i cili gjithashtu deklaronte që jam i papunë. Jam i papunë, por nuk kishte sjell asnjë lloj raporti me të cilin e mbështeste pse nuk punon. Dhe gjykata vendosi minimumi, dhe minimumi është 100.000 lekë. Të thotë ti për ato 100.000 lekë do dalësh do punosh,
dhe do e sjellësh fëmijëve të tu, ose në të kundërt të shkojnë ke pronat dhe ke pasuritë e familjarëve. Pra, nuk do të thosë se ti shkon në gjykatë dhe thua s'kam punë dhe ti nuk do paguar detyrimin ushqimor. Për atë detyrim ushqimor dhe për rritjen e fëmijëve duhet dalësh të punosh. Dhe ishte një minimum prej 100.000 lekë të vjetra. Personat të cilët, si rasti në fjalë, nuk deklarojnë paga, gjykata e vendos detyruese 100.000 lekë të vjetra. Pavarësisht se është ku do t'i gjesh apo mënyra se si do t'i gjesh i takon personit i cili ka detyrimin dhe jo gjykata. Për sa kohë ke sjell fëmijë në jetë, ke përgjegjësi prindërore. Fëmijët nuk sillen në jetë thjesht për të thënë që u bëra prind, por për të dalë për Zot, për t'i edukuar, për të rritur dhe për t'i dhënë mirëqenien ekonomike. Një mirëqenie ekonomike zotëria nuk po e jep. Tani, nëse nuk po e jep sepse do të arrin atë lloj faze që të marrin fëmijët dhe bën të pamundurën dhe nuk paguan, po kjo prap është një gjë e cila nuk ka kuptim. Pra, dhe në gjykatë nesër në do shkoj, do kërkoj kujdestarin. Gjykata normalisht do thotë ku ke qenë më zotëri këto 7 vite. Pra, është një pikpyetje e madhe. Pikërisht. Pra, zotëria deklaron që s'punon, po ndërkohë do kujdestarin. Kujdestaria, si do t'i mbaj këto fëmijë? Atëherë ai do kujdese për rritjen e përditshme dhe zonja do bëj kontributin ushqimor? Nuk mundet, sepse nëna ka kujdestarinë e fëmijëve deri në moshën 18 vjeç në mënyrë të padiskutuar. Pra, deri më sot unë nuk kam njohur një rast në cilë kujdestaria të jepet babait, përveç se kur ka probleme nëna të theksuar dhe nuk ka mundësi të edukojë fëmijët. Fëmia më i vogël është 8 vjeç. Po. Është gjithmonë kujdestaria nënës. Fëmia i dytë është 11 dhe më pas i madhi është pak më i rritur që është djali. Dhe 11 vjeçarja dhe 8 vjeçarja janë vajza. Besoj se 11 vjeçja, vajza e madhe dhe djali do pyeten në gjykatë se me vetëm 8 vjeçarja. 8 vjeçarja, po, pas mos është 10 vjeçare, pyeten fëmijët, gjithsesi bëhet një vlerësim psikologjik dhe vlerësues se sa të aftë janë prindrit apo se si është marrëdhënia midis të dy prindërve dhe marrëdhënia e fëmijëve me prindrit dhe do të vendoset pastaj se cili është më i aftë për të prindëruar. Qartë. Për të pasur kujdestari. Si të duk emocionalisht zonja, sepse në portale, aty ku është pasqyruar më së shumti në fakt kjo ngjarje, edhe pse me iniciale dhe unë i falenderoj të gjitha portalet që e kanë marrë komunikatën siç e ka shpërndar në fakt policia, ajo i ka kthyer përgjigje 1-1 komentuesve. Shiko, është Dhe jo vetëm ajo, por dhe motra e saj, tezja e fëmijëve. Është shqetësuese për zonjën, me thënë drejtën, sepse të dalësh. Pse jemi ka gjykues neve, pa u futur në këpucët e tjetrit, në lëkurën e tjetrit? Ne jemi vetë një popull të tillë. E kemi qefa të gjykojmë çik tjetrin, ose të bëjmë pak më shumë thashë theme se ç'duhet, pa marrë parasysh se si do të ndihet tjetri nga mbrapa. Kjo është një traumë për zonjën? Normal që është një traumë. Nuk është hera e parë që zonja. Që vite më parë ka tentuar edhe suicidin, duhet theksuar kjo gjë. Duhet ta theksojmë këtë sepse është ajo është vajzë e fortë se ka tentuar suicidin, por këtej pastaj ka shkuar në një mision edhe është pjesë e ushtrisë shqiptare. Tani edhe këtë duhet theksuar dhe unë nuk e di se sa e kujdesshme ka qenë në ushtria shqiptare për t'ju nështruar kjo zonjë të gjitha testeve të mundshme, emocionale dhe psikologjike. Se ka qenë ngarkuar edhe duke i dhënë përgjigje portaleve javën e kaluar për gjithë skandalin e kësaj braktisjes në thonjza. Ngarkesa është e madhe, pikërisht sepse është i prind njerë. Edhe është i prind që kujdeset dhe e ndjen fajin dhe turpin nën kurriz pa pasur faj dhe turp. Në fakt, ne jemi drejt fundit kësaj pjese, por unë do njoftoja regjin të bëjmë gati një lidhje telefonike me zotin Mark, në qoftë se ai dëshiron t'i kthej përgjigje ish gruas së tij, nënës së 3 fëmijëve. Ne jemi munduar që Marku t'i jepnim zë, sepse ai ka qenë përpara 4 vitesh që ka denoncuar i pari rastin dhe problematikën e tij, por ishim në të tjera kushte dhe në ditën e sotme ne sa po mbaruam emisionin e përpara disa ditëve ishte zonja, pastaj dhe familjarët e saj me cilët kemi kontaktuar dhe kemi biseduar, edhe ato me shumë të drejtë, shumë të shqetësuar. Vetëm 7 vite për mua Gjeni është shumë në fakt në lidhje me kujdestarinë e fëmijëve, sepse divorci është kryer dhe ata nuk kanë më shanse për të rikthyer bashkë.
Edhe me deklaratat që kemi dëgjuar para 4 vitesh. Presim pak qaste. Ja, bje Zilja. Shpresoj që Marku t'i përgjigjet. Që kur të dëgjoj pra edhe atë çfarë ka thënë ish gruaja e tij për braktisje që ai ka shkuar në policinë e Lezhës, të mos thot pastaj pse nuk më keni kontaktuar. Kam edhe unë për thënë diçka. Edhe vllai i zotit Mark që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ai ka dhënë një intervistë shumë gjatë nëpërmjet telefonit. E mbyllim, nuk përgjigjet zotëria, jemi transparent dhe vërtet është dëgjuar vetëm një rapal, a i kundërshton zoti Mark apo jo, kur ta ndjeki pas pak në kanalin tonë zyrtar në YouTube, është i lutur të na kontaktoj dhe më pas do t'jemi ne ata që do kontaktoj me Markon. Për të shkuar drejt fundit dhe për dhënë një mesazh Xhen për gjithë ata që na ndjekin në transmetim të drejt për drejt, që janë në të tilla kushte. Marku ka bërë mirë apo ka bërë keq që ka shkuar në policinë e Lezhës? Atëre, Dhe zonja tha unë nuk e njoftoj më. Patjetër. Atë të shpjegojmë diçka. Policia prindërore është një institut juridik i cili ka të drejta dhe detyrime. Dhe prindërimi nuk është as garë, as hakmarrje, por është përgjegjësi mbi fëmijët e cila nuk mbaron në momentin që kemi një ndarje. Për sa i përket braktisjes dhe akuzës për braktisje, është e vështirë që zotëria ta vërtetoj këtë gjë, për sa kohë që fëmijët janë lënë me një person i cili kujdeset, që është gjyshja, janë në ambient të sigurt, nga kjo lëvizje nënës nuk ka pas pasoja mbi shëndetin e fëmijës, këtu nuk kemi të bëjmë me një braktisje. Problematikat ndodhin në momentin që zonja bënte një largim të qëllimshëm, në momentin që lë në ambient me njerëz të panjohur dhe kur kjo braktisje, ky largim ka sjellë pasoja për fëmijën, që nuk është rasti në fjalë. Ajo ka lënë ke nëna vet, mbas prindrit gjithmonë janë gjyshë ata që kujdesen, janë në ambient të sigurt, pra në ambient familjar dhe nuk ka pas asnjë lloj pasojë për largimin e saj. Gjithmonë afati i largimit të nënës në mungesë të babait nuk mund të jetë më shumë se 30 ditë. Dhe në rastin e fjalë, kjo periudhë nuk ka kaluar. E vetmja problematike e rastit është fakti që nuk është lënë një prokur zotëris, apo një lajmërim zotëris, që zonja po largohet. Zonja tha nuk do të lajmëroj më. Atëre, zonja nuk do të lajmëroj. Se herën e parë në mision, tha, ka shkuar edhe deri në Ministrinë e Mbrojtjes. Të kuptoj. Duke qenë se zotëria vërtet po vërteton atë akuzë që ajo tha për ndjekës, sepse në qoftë se... Ndjekje quhet kjo? Po, patjetër, për sa kohë që nuk kujdeset për fëmijën, por pengon dhe bën të pamundurën që nëna të ketë mundësi më shumë ekonomike për t'i ushqyer këta fëmijë dhe si që shkon për t'i prish punë dhe në ambientin e punës, kjo nuk mund të quhet dashamirësi. Kjo normalisht ka një arsye pse bëhet, ose do që ta largoj nga puna dhe të jenë të dy në njëjtat kushte të favorshme dhe ai të marrë kujdestarinë, ose thjesht do që t'i bëhet ajo jeta e pamundur që ajo të dorëzohet dhe thotë okay, vemi siç është dorëzuar ke pensioni ushqimor. Pikërisht. Duke qenë se zonja në këtë pikë nuk bën tolerancë dhe mua vjen shumë mirë. Fëmijët nuk bën tolerancë. Perfekt. Dhe ajo duket edhe kur ai mori në Greqi dhe zgjodhi 2 të mëdhenjtë dhe la të voglën. Dhe kështu duhet jetë që edhe fëmijët kanë nikur me babain të 3, nuk është larguar asnjëri dhe kujdestarinë e fëmijëve nuk mund ta marrin 2 njëri dhe një tjetër, sepse ligji e ndalon o të 3 o asnjëri. Dhe zonja nuk duhet të dorëzohet në asnjë moment, sepse në fundit kujdestarinë e ka ajo, derisa të provojë të kundërta, ajo të vazhdojë të jetojë me fëmijët në qetësi për t'i ofruar atë komoditet që ata kanë nevojë për t'u rritur dhe për t'u edukuar. Qartë, faleminderit Xheni për ta përfunduar edhe me Belën çfarë duhet ketë parasysh. Edhe babai në distancë, por edhe nëna si kujdestare. Duhet të ndërtohet një marrëdhënie e tyre, e cila duhet të jetë funksionale dhe jo disfunksionale, pra të mos jetë më toksike. Më kujtua pak kjo pjesa tani nga Xheni që ishte pjesa që e përndjekjes, në fakt më duket një sjellje toksike, obsesive, pra që kalon deri në pikën që ti abuzon edhe me detyrën që ish bashkëshortja juaj ka për të marrë përfitimet e tua personale mbase. Por që do të theksoja një ndërtim marrëdhënie funksionale midis dy prindërve, pra të lënë me njanë inatet e tyre personale dhe të
jetë në qendër të vëmendjes interesit më i lartë i cili është fëmia. Mirë, ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Emisioni pas pak do hidhet në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Unë shpresoj që zoti Mark ta ndjeki këtë emision, të shikojë të gjitha provat dhe faktet që ka vënë në dispozicion ish bashortja e tij, të cilën e kallzoi pak ditë më parë, vetëm një javë më parë. Në fakt dhe kjo javë ka qenë e mbushur me portalet me këtë lajm që nëna braktis 3 të miturit e saj, ndërkohë që ne sollëm edhe një foto ekskluzive që nëna ka mbritur në Shqipëri dhe është pranë të vegjelve të saj. Bashkë ndahemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, mirë u takofshëm.